Dy shtetas shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane janë vënë në pranga brenda një afati prej vetëm 12 orësh në kuadër të një operacioni të gjerë të zhvilluar nga policia e shtetit në disa qytete të vendit. Operacioni mbante emrin e koduar Operacionalia dhe synonte kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. I pari që ra në pranga ishte Klodian Llomi, 34 vjeç, i njohur me mbiemrin Mazari, banues në Mashellar të Dibrës. Ai ishte dënuar nga gjykata e apelit në Rom me 6 vjet, 7 muaj e 2 ditë burg për përfshirje në organizatë kriminale, trafikim të lëndëve narkotike dhe shfrytëzim prostitucioni. Arrestimi i tij u bë në fshatin Kërçishti i Poshtëm, ku pati rezistencë të dhunshme nga familjarët e tij. Në një tjetër fazë të operacionit, forcat e rendit arrestuan në fushkryj Roland Ibrahimin, 40 vjeç, banues në Laç, i njohur dhe me emrin Ali Meci. Ai ishte shpallur në kërkim nga drejtësia italiane dhe i dënuar nga gjykata e Torinos në vitin 2024 me 4 vjet e 3 muaj burg për vepra të rënda penale si organizatë kriminale, grup kriminal dhe vjedhje e rëndë. Të dy të ndaluarit do t'i nënshtrohen procedurave të ekstradimit drejt Italisë, ku do të vuajnë dënimet e dhëna nga autoritetet gjyqësore italiane.